Po, lullëm la përshtypje pjesa kur e përmende që një i rritur i cili shfaq shenjat e një traume të vjetër është në fakt një person në moshën kur e ka përjetu qa traumë. Edhe kjo po mbjen automatikisht me të pyet për rastet kur shpesh e ndëgjojmë, është një prej thanjeve më të përdorura na, sidomos shoqni, vajzë e mamit, djali i mamit, vajzë e babit, në aspektin që pa miratimin e mamit dhe pa miratimin e babit nuk guxojnë as me pi një gotë ujë, domethënë po banalizohet, por ekzistojnë persona të cilët nuk funksionojnë pa miratim. A është edhe kjo që kanë qenë të sforcun dhe të kryun në një farë varësie prej vendimit të rriturve dhe asnjëherë autonom? Shiko, kjo është edhe lidhet shumë me këtë faktin që na po flasim, por e ka dhe një dimenzion tjetër. Për shembull, shpesher varësia ose ta bësh një fëmijë të varur, shpesher rezulton edhe prej kujdesit të tepruar me atij fëmijës. Pra, ma herët nëse folëm për neglizhencën totale, pra kur ti nuk e përfill fëmin, nuk kujdesesh për ndjenjat, për emocionet e fëmijës, për mendimet e fëmijës, për nevoja, dëshirat që i ka, kjo është e kundërta. Kur je si prind, do shta, si më thonë, shumë prind ose overparent ose overmother, nëse më thonë kështu anglisht në shqip nuk po di çfarë termi. Imbidozuar. Po, çashtu, do thotë e teprur, do thotë një kujdes i tepruar. Dhe normalisht që fëmia atëherë ka mendi veten si një lloj princi ose një lloj princeshe, do thotë ku gjithaj vinë të gatshme. Pra ka kush punon për ta, ose ka kush i kryen ato punë për ta, dhe në një farë mënyrë kjo e bën pasiv në jetë, sepse ky fëmijë nuk zhvillohet, ky ngec, vitet ecin, po ky fëmijë ngec, fëmijë do thotë i cili pret një shërbëtor ose një shërbëtore që vazhdimisht me ja kry gjitha punët ose gjitha angazhimet. Dhe ky fëmijë do thotë e ka vështirë me jetu pa dikën, sepse vetë e ka shumë vështirë me ju gjinë kërkesave të jetës, ose me u angazhu, ose me i realizu ato, qoftë edhe nevojat e veta, do thotë, me u kujdes për vetën e tij, do thotë sepse nuk është mësu. Dhe në momentin që përballet me ato, ka me qenë sikur me i ra gjithë qielli mbi kokë. Kështu që kjo është ai momentumi, do thotë, ku këta fëmijë krijojnë një lloj varësie, dhe nëse kjo varësi, do thotë, vazhdon, atëherë pavarësisht që këta persona i bojnë 20 vjet, 30 vjet, ndoshta edhe 40 është prapë njëjtë, do thotë, ajo varësia vetëm ka me u zhvendos, ndoshta prej nënës tek partneri, ose prej babës tek partneri. Vetëm zhvendose, do thotë, po reagimi ose pritshmëritë janë po të njëjtat.